Një spektakël I përmasave ndërkombëtare pritet ta vendosë Gostivarin në qendër të vëmendjes së sportdashësve. Për herë të parë, qyteti do të mirëpresë organizimin Night of the Champions 2026, I cili pritet të mbledh në shesh boksier profesionist nga vendet të ndryshme të Europës dhe rajonit, duke shndruar për një natë Gostivarin në kryeqendrën e këtij lloji sporti të mundjes. Organizimi vjen me datë 25 korrik, periudhë kur në vend lindje do të qëndrojnë edhe shumë bashkëvendas që jetojnë dhe veprojnë në mërgim, duke I dhënë ngjarjes një rëndësi të veçantë. Ky spektakël do të jetë një vlerë e shtuar për aktivitetet që pasurojnë jetën sportive, kulturore dhe shoqërore në qytet. Night of the Champions 2026 pritet të mbledh boksier profesionist nga vendet të ndryshme të Europës dhe rajonit, ndërsa programi përfshin 8 ndeshje profesioniste, transmetim televiziv live dhe mbulim të gjerë mediatik. Ky event synon të sjellë një spektakël sportiv të nivelit të lartë, por edhe të promovojë Gostivarin si një qytet që është I gatshëm të mirëpresë organizime të mëdha ndërkombëtare. Andaj edhe komuna e Gostivarit me një vendim të Këshillit ka vendosur të japë mbështetje këtij eventi me synimin që I njëjti të mbetet tradicional.